Të dashur vëllezër, në këtë fushat, në këto ditë që kanë ngelur, duhet të kontribuojmë të gjithë, duhet të japim të gjithë maksimumin. Ne duhet të votojmë të rënd, të votojmë Partinë Demokratike, Koalicionin e Aleanca për Shqipëri Madhështore, të votojmë Romarion të bindur se vetëm PD-ja, Romario, gjithë ekipi kandidatëve tirdi do të japin zgjidhje problemeve tona që 12 vjet Rama nuk i ka zgjidhur. Të gjithë ne do jemi shërbestar të zonës, të banorëve të zonës, të problematikave që ka kjo zonë, duke filluar nga marrja certifikatave të pronësisë, që do merren pa diskutim ata që i kanë në përdorim, duke filluar nga ndërtimi i rrjetit të rrugëve, të furnizimit me ujë, duke filluar nga zgjidhja e problemeve suporte për ato fermat e vogla që ju keni, që ka nevojë për zhvillim, dhe projekti më madhor që ne kemi për zonën dhe përpjekja shndrimi i Novoselës në bashki do jetë një hap i madh, hap galopant për gjithë zonën, për banorët e Novoselës dhe banorët e gjithë njësisë administrative tonë, dhe do jetë një bashki e re, por do jetë një bashki që do ketë një progres shumë të shpejt. Të dalim të gjithë në 11 mart të votojmë ndryshimin, të votojmë Partinë Demokratike.